Ekonomia e Kinës e nisi vitin me një bazë më të fortë rritjeje. Prodhimi i fabrikave u përshpejtua, shitjet me pakicë dhe investimet u rimëkëmbën në janar shkurt, duke ofruar një lehtësim të hershëm për politikë bërsit. Por ndërkohë lufta SBA Izrael me Iranin po sjell pasiguri të reja për rritjen. Për këtë shkak, analistët paralajmëruan për rrezikët e reja par nga perspektiva dhe tensioni gjeopolitik, veçanërisht vendosja globale në tregti dhe tregjet e energjisë. Gjithsesi, në 2 mujorin e parë të vitit, Kina njohu rritje të eksporteve të nxitura nga kërkesa e shtuar për teknologji të lidhura me inteligjencën artificiale, e cila gjithashtu nxiti prodhimin. Prodhimi industrial kinez u rrit me 6.3% më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar, treguan të dhënat e Byros Kombëtare të Statistikave. Shitjet me pakicë një matës i konsumit u rritën me 2.8%, duke u përshpejtuar nga ritmi prej 0.9% në dhjetor, duke shënuar fitimin e tyre më të madh që nga tetori i vitit të kaluar. Rritja e fortë u nxit pjesërisht nga festat më të gjata të vitit të ri hënor në vend në shkurt. Festimet ndihmuan në rritjen e shpenzimeve totale të turizmit me pothuajse 19%, krahasuar me të njëjtën periudhë festive të vitit të kaluar. Kina kombinon publikimet e të dhënave të janarit dhe shkurtit për të zbutur shtrëmbërimet nga festat e fundvitit, të cilat mund të bien në secilin muaj. Të dhënat e hënës dha një tjetër shenjë inkurajuese për politikë bërsit, pasi një rritje e papritur e investimeve ja lehtësoi disi sfidën e një rënjeje të zgjatur në sektorin kritik të pronave. Investimet në asetet fikse, të cilat përfshin investimet në prona dhe infrastrukturë, u zgjeruan me 1.8% në 2 muajt e parë të këtij viti. Investimet në infrastrukturë u dhoqën rimëkëmbjen, duke u rritur me 11.4%, ndërsa mbështetja e politikave, duke përfshirë një mjet të ri financimi nga bankat për të financuar projekte të kyçe, filloi të hyjë në fuqi. Gjithsesi, shkalla e papunësisë në të gjithë vendin bazuar në anketa u rrit në 5.3% në 2 muajt e parë nga 5.1% që ishte në dhjetor. Analistët thonë se Kina përballet me sfida të rëndësishme, ndërsa përpiqet të nxjisë një rritje të qëndrueshme afatgjatë.